Këto pamje vijnë nga Bogova, një nga pikat turistike më të frekuentuara në qarkun e Beratit, e cila vijon të tërheqë vizitor vendas dhe të huaj edhe gjatë sezonit dimëror. Bukuria natyrore e kësaj zone mbetet magjepsëse në çdo stinë. Ujërat e kristalëve të përrejnëve përplasen mbi shkëmbin, duke krijuar një panoramë unike që e kthen Bogovën në një atraksion të veçantë për dashamirësit e natyrës dhe turizmit. Bogova ofron jo vetëm bukuri natyrore, por edhe një përvojë të plot turistike, ku natyra ndërthuret me kulinarinë tradicionale të zonës, duke tërhequr vizitorë që kërkojnë qetësi, freski dhe eksperjenca autentike. Kjo bukuri natyrore ndodhet në fshatin Bogov, i rrethuar me male, ku lumi dhe rrjedha e ujrave formojnë ujëvarën e njohur të Bogovës, një nga pikat më të vizituara përgjatë aksit rrugor Berat-Skrapar. Gjatë fundjavave, zona vizitohet nga familje, grupe turistësh dhe të apasionuar pas ecjeve në natyrë. Infrastruktura rrugore dhe shërbimet turistike kanë ndikuar në rritjen e numrit të vizitorëve. Banorët vendas shprehen se turizmi ka gjalluruar zonën edhe në dimër. Bogova mbetet një destinacion i preferuar për ata që kërkojnë natyrë të paprekur dhe qetësi.